Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Në Sarandë është hapur plazhi i ri publik prej 6500 metra shkatror në qendër të qytetit, një hapësirë plotësisht falas për pushuesit. Investimi u inspektua nga zëvendës kryeministria Albana Koçiu dhe kryebashkiaku Oltion Çaçi, të cilët theksuan se qyteti këtë sezon synon standarde më të larta dhe më shumë hapësira publike. Këlqyra pështon asetet në shërbim të turizmit. Në zonën e Sarajeve të Ali Bej Këlqyrës po vjojnë punimet për sistemimin, ndriçimin dhe infrastrukturën rrugore, që pritet ta kthejnë zonën në një atraksion të ri turistik dhe pikë referimi për vizitorët në jug të vendit. Për trinet me radhë, premiera e shfaqjes Plagët me regjin nga Milto Kutali dhuroi emocione të forta për publikun ardashës. Spektatorët vlerësuan veçanërisht interpretimin artistik ku ndërthurën mjeshtërisht ikonat e skenës gjirokastrite me aktorët e rinj. Muzeumet e Gjirokastrës kanë hapur dyert këtë 18 maj, duke mirëpritur një numër të lartë vizitorësh, vendas dhe të huaj. Muzeu i Armëve Etnografiku e të tjerë po kthehen në qendra gjithnjë më të rëndësishme për nxitjen e turizmit kulturor në qytet. Këto institucione muzeale që ofrojnë një udhëtim në histori kanë mirëpritur për 5 muaj mbi 14.000 vizitorë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në Sarandë është hapur plazhi i ri publik prej 6500 metra shkatror në qendër të qytetit, një hapësirë plotësisht falas për pushuesit. Investimi u inspektua nga zëvendës kryeministria Albana Koçiu dhe kryebashkiaku Oltion Çaçi, të cilët theksuan se qyteti këtë sezon synon standarde më të larta dhe më tepër hapësira publike. Saranda po përgatitet të jetë një nga destinacionet më tërheqëse të Mesdheut me shërbime të aksesueshme për çdo vizitor. Në Sarandë, përgatitjet për sezonin e ri turistik po marrin ritëm, ndërsa qyteti bregdetar prezanton investimin më të fundit publik. Një hapësirë prej 6500 metra shkatror në zemër të qytetit është transformuar në plazh publik dhe u inspektua nga zëvendës kryeministri Albana Koçiu, e shoqëruar edhe nga kryebashkiaku Oltion Çaçi. Zëvendës kryeministria u shpreh se Saranda këtë vit është një festë e hapur drejt mrekullive të Bregdetit, duke theksuar se investimet e tilla janë pjesë e një vizioni të qartë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Ndërkohë që kryetari i bashkisë vuri në dukje se investimi është vetëm një pjesë e projekteve që po zbatohen këtë sezon, duke theksuar pritshmëritë për një numër më të lartë vizitorësh dhe një sezon më dinamik. Në mes të majit në Sarandë. Ky është plazhi publik më i ri që kemi në qytetin e Sarandës. Ne kemi vendosur që plazhi publik të jetë gjithë pa pagesë. Ky plazh këtu është rreth 6500 metra katror. 6500 metra katror plazh publik. Ja vendosur dhe bovat siguria për mbarvajtjen e sezonit turistik. Nuk do përdorim menaxhim me tarif, tu ka dhe wireless nga bashkia Falas. Pra kushtoj që do ta shfrytëzoj plazhin publik me një çadër vjen, tu ka akses në plazh Falas patjetër dhe internet Falas. Kjo është risia e këtij viti në qytetin e Sarandës dhe ky shtimi, duke qenë se kërkesa sa vjen dhe është më e madhe për plazhe publike. Saranda pothuajse ka zgjidhur këtë problematikë. Ndoshta është i vetmi qytet që ka gjithë qendrën në plazh publik, ku të gjithë qytetarët mund të kenë akses në plazhe. Është një gjë për të përgëzuar kryetar kur mendon faktin që Saranda ka patur gjithmonë këtë idenë e mbipopullimit dhe e faktit që nuk gjehet dot plazh për ta shfrytëzuar. Pothuajse në qytetin e Sarandës problematika e plazhit publik është e zëruar. Këto janë të gjithë thuaj, këtu është plot me të rinj. Prandaj dhe Saranda ka ato rivjut shumë mira dhe ka shumë prurje çdo vit sa vjen shtatë. Edhe ky është edhe qëllimi kryesor, pra të kemi një turizëm që është i qëndrueshëm, edhe jo një turizëm sporadik me turistë që vinë, vizitojnë një herë dhe nuk kthehen prapë. Qëllimi është të kemi turistë të cilët e frekuentojnë Sarandën çdo vit. Mbi 90% e bizneseve në këtë qytet është drejt për drejt i varur me turizmin. Është e vërtet. Pikërisht turizmin e qëndrueshëm do duhet ta sigurojmë nëpërmjet shërbimit cilësor për t'i
ofruar Sarandës një sezon turistik sa më të mbar dhe ku jemi të gjithë bashkë me bizneset, së bashku me gjithë institucionet për t'i koordinuar në më të mirën e mundshme gjithë funksionet e tyre me qëllim që çdo vizitor të marrë. Qëllimi është i përbashkët, vetëm të krijojmë sa më shumë kushte të mira që kushdo që viziton qytetin e Sarandës të ketë shërbimin e duhur. Me plazhe të reja publike, investime të dukshme dhe një vizion të qartë zhvillimi, Saranda po forcon pozicionin e saj si një nga destinacionet më të bukura dhe mikpritëse të Mesdheut, gati për t'i pritur vizitorët me standarde më të larta dhe eksperjenca të paharrueshme. Kultura po shton asetet në shërbim të turizmit. Në zonën e Sarajeve të Alibej Kulturës po vjojnë punimet për sistemimin, ndriçimin dhe infrastrukturën rrugore që pritet ta kthejnë zonën në një atraksion të ri turistik dhe pikë referimi për vizitorët në jug të vendit. Në Bashkinë e Kulturës po vijojnë punimet për një projekt që synon të kthejë zonën përreth Sarajeve të Bej Kulturës në një atraksion të rëndësishëm turistik, me ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e turizmit lokal. Prej rreth 2 muajsh e gjysmë në teren po zbatohet projekti sistemit dhe ndriçimit të zonës, si dhe ndërhyrja në infrastrukturën rrugore, me qëllim përmirësimin e aksesit drejt pikave panoramike dhe zonave me vlera historike. Kryetari i bashkisë Klement Doni bëri të ditur se punimet kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa gërmimi i trasesë së rrugës është përfunduar dhe tashmë po punohet për finalizimin e standardeve të projektit. Ne kemi rreth 2 muaj gjysmë që kemi filluar zbatimin e sistemimit dhe ndriçimit të Sarajeve të Alibej Kulturës. Puna është duke u vazhduar. Mendoj që shumë shpejt do kemi një rezultat konkret, duke u kthyer në një atraksion turistik, jo vetëm për kulturën, por dhe një pikë referimi dhe një pikë ku gjithë turistët në kulturë do ta kenë si pikë patjetër për të kthyer para se të shkojnë kudo tjetër në kulturë. Ndërkohë, sipas Ndonit, është përfunduar edhe gërmimi i trasesë së rrugës, e cila do të lidhet me 2 segmentet kryesore turistike të zonës. Kemi bërë gjurmën e rrugës si trashe, por jemi akoma në përfundimin e projektit për të bërë një rrugë me standarde të cilat do t'i shërbejë shumë turistëve për të vizituar sa më thjeshtë dhe sa më kollaj, të mos ketë më vështirësira për të shkuar tek ajo pikë panoramike dhe tek Sarajet e Alibej Kulturës. Sarajet e Alibej Kulturës, një nga ndërtesat më madhështore në hyrje të Grykës së Kulturës, është ndërtuar në mesin e shekullit të 19 dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 3000 metra shkatror. Me përfundimin e punimeve, zona pritet të kthehet në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe natyror, duke ofruar më shumë akses, më shumë vizitorë dhe një zhvillim të qëndrueshëm për komunitetin. Muzeumet e Gjirokastrës kanë hapur dyert këtë 18 maj, duke mirëpritur një numër të lartë vizitorësh, vendas dhe të huaj. Muzeu i Armëve, Etnografiku e të tjerë po kthehen në qendra gjithnjë më të rëndësishme për nxitjen e turizmit kulturor në qytet. Këto institucione muzeale që ofrojnë një udhëtim në histori kanë mirëpritur për 5 muaj mbi 14.000 vizitorë. Në ditën ndërkombëtare të muzeumeve, interesi i turistëve që vizitojnë Gjirokastrën është edhe më i lartë. Mes kaldrëmeve karakteristike dhe muzeumeve që ruajnë shekuj histori, vizitorët ndalen për të njohur më nga afër traditën, kulturën dhe trashëgimin që mbar qyteti i Gurtë. Po vizitoj Shqipërinë për herë të parë dhe Gjirokastra është një nga qytetet që doja të shikoja patjetër. Përmes muzeumeve dhe shpjegimeve të Ciceronëve, mësova më tepër për kulturën shqiptare dhe atë gjirokastrite, historinë dhe mënyrën e jetesës ndër vite. Është një eksperiencë që ja vlen për çdo turist që viziton qytetin. Ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne. Gjirokastra ka një histori dhe arkitekturë të veçantë, ndërsa muzeet të japin mundësinë të kuptosh më mirë jetën dhe traditat e këtij qyteti. Na bëri shumë përshtypje mënyra si janë ruajtur objektet historike dhe atmosfera autentike që ndjen sapo hyn në muze.
Ciceronët shprehen se vitet e fundit është rritur interesi i turistëve për muzet e Gjirokastrës, ndërsa theksojnë se mirëmbajtja e objekteve historike në to mbetet thelbësore për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe për tërheqjen e vizitorëve. Kemi parë një goxha lëvizje më saktë, sidomos këto muaj të verës, tani ka filluar lëvizja. Kryesisht të paktën tek muaj maj kanë qenë turistët nga Franca. Grupe, po themi, individ, por dhe nga vendet të tjera, siç janë mundi në Gjermania, Spanja, Italia, po ashtu ka pasur dhe interes goxha nga shqiptarët. Të katërta muzet e Gjirokastër që menaxhohen nga bashkia, mundi të shifra diku tek 14.000 vizitorë nga të gjithë vendet. Për ne parësore kuptohet është mirëmbajtja në të gjithë muzeun për të gjitha objektet dhe veçanërisht për kostumet, të cilat mund të mëtohet pak më kollaj si të tjerat, dhe është kryer dhe restaurimi disa prej tyre. Turistët të paktën te ky muze, te Muzeu Etnografik, janë më së shumti të interesuar për pjesën e traditave të Gjirokastrës, qoftë që janë nga kërcimet, qoftë nga veshjet, pra përditshmëria e një shtëpie ose një familje gjirokastrite. Në ditën ndërkombëtare të muzeumeve, vizitorët kanë mundësi të vizitojnë falas të 4 muzet e qytetit të Gurt. Muzeu i Traditës në Sarandë është shndruar në një nga destinacionet më të rëndësishme kulturore për vizitorët vendas dhe të huaj. Çdo vit muzeu regjistron një rritje të vazhdueshme të numrit të turistëve, të cilëve ju ofrohet një pasqyrë autentike e trashëgimisë etnografike dhe mënyrës së jetesës së brezave të mëparshëm në jug të Shqipërisë. Muzeu Etnografik në Bashkinë e Sarandës po mirëpret gjatë kësaj periudhe një numër të lartë turistësh vendas dhe të huaj, të cilët janë të interesuar të njihen nga afër me traditën, kulturën dhe historinë e zonës. Fluksi i vizitorëve është rritur ndjeshëm, duke e kthyer muzeun në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në qytet. Po bëhet një sezon gjithvjeçar. Kemi prurje të larta, kemi një listë të madhe të kroqereve, të cilat do vinë dhe do vizitojnë muzeun, dhe që kanë ardhur dhe kanë vizituar muzeun, grupe të vogla, familjar, vazhdon akoma bashkëpunimi me shkollat, derisa të mbyllen edhe shkollat në lëndët së përkatëse. Pritshmëritë për këtë sezon janë të larta, ndërsa institucionet kulturore në Bashkinë e Sarandës synojnë të rrisin më tej numrin e vizitorëve përmes promovimit të vazhdueshëm të muzeut dhe pasurive kulturore të zonës. Rritja e interesit për turizmin kulturor shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e sektorit turistik në qytet. Themi se do ketë një lëvizje akoma më të madhe nga vjet. Pritshmëritë janë nga e gjithë bota. Vizitorët kanë mundësi të njihen me ekspozita të ndryshme që pasqyrojnë mënyrën e jetesës së banorëve ndër vite, veshje tradicionale, objektet e përdorimit të përditshëm si dhe elemente trashëgimisë kulturore të zonës së Sarandës. Këto ekspozita po tërheqin vëmendjen e turistëve dhe po kontribuojnë në promovimin e identitetit kulturor lokal. Muzeumet, qendra për njohjen e historisë dhe traditave të Gjirokastrës, ishte ky aktiviteti organizuar nga Qendra Kulturore Fato Berberi në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Muzeumeve. Në këtë organizim u përfshin fëmijët që ndjekin rrethin e trashëgimisë kulturore dhe ata të këngës polifonike. Bashkia Gjirokastër në kuadër të 18 maj, ditës së ndërkombëtare të muzeumeve, ka organizuar një program aktivitetesh. Në mjediset e kodrës së obeliskut, Qendra Kulturore Fëmijëve Fato Berberi zhvilloi aktivitetin e titulluar Muzeumet, qendra për njohjen e historisë dhe traditave të Gjirokastrës. Fëmijët, të cilët frekuentojnë rrethin e trashëgimisë kulturore pranë kësaj qendre, evidentuan rëndësinë e muzeumeve për transmetimin tek brezat e rinj të vlerave historike dhe të traditës. Ke vizituar në një muze në qytetin e Gjirokastrës? Po, unë kam vizituar muzeun etnografik, kam vizituar dhe shumë muze të tjera, dhe aty brenda kishte veshje, kishte shumë gjëra të vjetra dhe armat, syzet e Ismail Kadares dhe shumë gjëra të tjera. Unë kam qenë në muzeun e armëve, në muzeun etnografik, kam qenë në Kala dhe në shtëpitë e tjera që ka. Cili nga këta muzeumet ka pëlqyer më shumë? Muzeu etnografik. Pse? Sepse aty ka shumë veshje, tradita, ka shumë kultura të bukura. Sot, me rastin e ditës së muzeve, bashkë me fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, organizuam një aktivitet
në këtë kodrën e obeliskut, pik nga e cila fëmijët mundën të shikonin të gjitha muzet rreth e rrotull. Gjirokastra vetë është një muze pafund. Sot folëm për të gjitha muzet e qytetit tonë, që janë krenaria jonë, që bëjnë të mundur vizitor nga gjithë bota të vinë në Gjirokastër, për këto vlera të pafundme që ka, dhe ju e patë shumë mirë që gjatë gjithë rrugës që erdhëm deri këtu, vizitorët e pafund për Gjirokastrën interesohen çdo ditë, dhe prandaj dhe fëmijët kanë ndërmarrë një projekt të vogël artistik për të bërë një mini guid nga ata se çfarë mund të vizitojmë në Gjirokastër, dhe cilat janë pikat më interesante që një vizitor të vi dhe të shofi në Gjirokastrën tonë. Pjesë e këtij aktiviteti u bën edhe 2 ish Cicironet, Vasilika Gushi e Suzana Mevlani. Kënaqësi sot që jemi mbledhur këtu në këtë vend muzeal, në këtë qendër historike, ku është ngritur madhërisht obelisku, i cili na tregon luftën e madhe të patriotëve tanë, gjithashtu dhe luftën për pavarësi. Bukur është që t'u tregosh fëmijëve për patriotët, për luftën që kanë bërë, me qëllim që ata të dinë, të kuptojnë historinë e popullit tonë. Dhe jo rastësisht në këtë ditë, ku është dita e muzeumeve, fëmijët duhet i vizitojnë muzeumet, të cilat tregojnë historinë e popullit. Kështu që jemi të lumtur që ne jemi në këtë ditë sot, në ditën e muzeumeve, për të treguar luftën që kanë bërë patriotët, si luftën për pavarësi, edhe për diturinë. Muzeumet kanë një vlerë shumë të rëndësishme për çuar mëtej traditat e lavdishme të popullit tonë në shekuj, dhe për të edukuar masën e të rinjve që të mësojnë historinë e tyre, të bëhen njerëz të ndershëm, patriotë të ndershëm të vendit tonë, dhe ti përcjelli dhe ata brezave të tjerë që mos të shuhet historia e popullit tonë, po të ri gjithmonë gjatë edhe të pasurohet akoma më tej. Aktiviteti u pasurua edhe me interpretimin e këngëve popullore nga fëmijët e rrethit të këngës polifonike. Për gjatë këtij viti, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi ka organizuar aktivitete që kanë patur në qendër promovimin e vlerave të Gjirokastrës. Për trinet me radhë, premiera e shfaqjes Plagët me Regjinë Milto Kutali dhuroi emocione të forta për publikun ardashës. Spektatorët vlerësuan veçanërisht interpretimin artistik ku ndërthurën mjeshtërisht ikonat e skenës gjirokastrite me aktorët e rinj, duke krijuar një bashkëpunim të veçantë mes brezave. Shfaqja u prit me duar trokitje dhe vlerësimet e larta, duke u konsideruar një sukses artistik për teatrin Zihni Sako. Për 3 net me radhë, skena e teatrit Zihni Sako u kthye në qendrën e emocioneve dhe reflektimit për publikun gjirokastrit përmes komedisë tragjike Plagët. Shfaqja me Regjinë Milto Kutali arriti të mbërthejë spektatorët me historinë e saj të ndjerë, duke sjellë në skenë realitete njerëzore, plagë shpirtërore dhe marrëdhëniet e përballura me sfidat e jetës së përditshme. Interpretimi i aktorëve profesionistë, dialogët me ritëm dhe ndërthurja mes humorit e dramës krijuan një atmosferë të veçantë në sallë. Çdo personazh solli emocione të forta dhe mesazhe që prekën publikun, duke e mbajtur atë të përfshirë gjatë gjithë shfaqjes. Pjesëmarrja e veçantë e Genci Fugës i dha edhe më shumë peshë artistike kësaj vepre teatrore. Kemi ardhur nga migracioni nga Greqia për herë të parë. Shikoj teatrin, më pëlqeu shumë, aktorët ishin të mrekullueshëm. Nuk kam fjalë, shumë bukur, më pëlqeu. Gjirokastra më pëlqen që përballen në këtë teatret, që dhe njerëzit vinë, dalin e shikojnë. Edhe tema ishte shumë e bukur. Nuk kishte ndonjë Gjirokastre të duan teatrin. Tani shumë të bukur, emocione të mira, gjithashtu mesazhi. Mesazhi më i vazhdo shumë për kthime. Pas 35 vjetë kthehem në këtë teatr që doja dhe dua me gjithë shpirt. Kam marrë nga migracioni, jam në Lunxhurinë në Doksat. Më bëri shumë përshtypje, aktorët janë të paparë, janë shumë, sidomos Klementi dhe Liliana ishin të paparë. Dhe të gjithë ata të tjerë të rinj, mua më bëri qefi që Gjirokastra vazhdon me këtë temë, edhe mba gjallë këtë teatr,
dhe është mrekulli për presin që vjen. Kjo jetë do të jetë ndryshe, nuk do të jetë me konjunktura me kështu. Do të jetë ndryshe, do të jetë me pastër, me çiltër, me drejt. Mesazh pati edhe shfaqje? Edhe këtë mesazh kishte edhe shfaqje. Ishte shumë e mrekullueshme, ishte pa parë. Të ishte kështu dhe në jetë shumë mirë do ishte, që i drejti të fitoj. Shumë rrallë që të ndodhi kjo gjë, që i drejti të fitoj. Shumë e vështirë në këtë kohë. Ishte interpretimi i aktorëve. I shkëlqyer, shumë i bukur. Publiku e priti shfaqjen me interes të madh dhe duar trokitje të shumta në fund të çdo nate, duke vlerësuar jo vetëm interpretimin e aktorëve, por edhe mesazhet sociale dhe njerëzore që përcolli plagët. Suksesi i këtyre netëve konfirmoi edhe një herë fuqinë e teatrit për të sjellë emocione dhe për të krijuar lidhje të drejtë me publikun. Në Gjirokastër është hapur dyqani më i ri Solar Crown, i cili sjell teknologjinë më moderne të energjisë diellore për shtëpi dhe biznese. Kompania ofron panele diellore të avancuara që synojnë kursim afatgjatë të energjisë dhe ulje të ndjeshme të kostove të konsumit. Gjithashtu, Solar Crown garanton instalim profesional dhe shërbim teknik të specializuar, duke promovuar përdorimin e energjisë së pastër dhe të qëndrueshme në zonë. Solar Crown është biznesi më i ri që është çelur në Gjirokastër në fushën e energjisë së pastër. Solar Crown është krijuar për të sjellë zgjedhjen moderne me panele diellor për banesa dhe biznese, për të ndihmuar njerëzit të kursejnë në faturat e energjisë dhe të investojnë në energji të pastër për të ardhmen. Solar Crown ofron pajisje të kohëve të fundit, konsulencë falas, instalim të pajisjeve të paneleve fotovoltaike me një staf dhe inxhinier të kualifikuar. Me përdorimin e këtyre pajisjeve arrihet të kursehet energji deri në 70%. Solar Crown ofron produkt cilësor dhe garanci deri në 30 vjet. Ky biznes është krijuar për të sjellë zgjedhjen moderne me panele diellor për shtëpinë dhe biznese, duke ndihmuar njerëzit të kursejnë në faturat e energjisë dhe të investojnë në energji të pastër. Për të ardhmen, ne ofrojmë konsulencë, instalim profesional dhe sisteme të përshtatura sipas nevojave të çdo klienti. Ke parë kërkesën gjithnjë në rritje për energjinë diellore dhe rëndësinë që ka kursimi energjisë, vendosa të investojë në një showroom profesional që sjell zgjidhje moderne dhe cilësore për klientët. Konkretisht në qarkun e Gjirokastrës dhe mandej dhe mëtej. Momentalisht ne ofrojmë sisteme fotovoltaike për bizneset, për banesa dhe konsulencë profesionale për projektim, instalim sipas standardeve të kërkuara të kohës. Pse duhet investojnë një qytetar panele diellore? Atëherë mendoj se është një investim afatgjatë i cili ul kostot e energjisë, rrit pavarësinë energjetike dhe kontribuon në një mjedis më të pastër. Të janë ato bizneset e kohës, që i takojnë kohës që ne jetoj, edhe ushava e barësive punë. Janë kërët, besojmë që në pjesën e kursimit e energjisë dhe në vitet që jetoj, të kitë do të jetë interesuar, që përvoja tua e deri disari do këtë hapë të fikë, shpresojmë që të ndihmoj dhe qytetin dhe gjithë zonën në kundisi. Solar Crown vjen në Gjirokastër me një teknologji bashkëkohore me energji të pastër të markave Longi dhe Jinko. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.